Profesor, një humbje minimale sot, por që kompromiton pozitat. Çfarë nuk funksionoi ndoshta tek balanci për tani? Sigurisht është humbje minimale apo me rezultat tjetër, mendoj që është një humbje që na vendos jashtëzakonisht shumë në vështirësi për objektivin që ne kemi dhe për pozitën që ne jemi. Kishim menduar ndryshe dhe kishim përgatitur ndryshe ndeshjen, ku mendoj që në një neglizhencë tonë në fazën defensive arriti kundërshtari të shënoi për meritë vet, pa diskutim, sepse normalisht ka cici kvalitet në skuadër, por mendoj që ishte një neglizhencë, do të thosha, në fazën defensive në ato momente ku neve pësuam golin. Dhe këtu ndjej një keqardhje, do të thosha, sepse normalisht i kishim gjitha mundësit për të mos pësuar një gol të tillë në një mënyrë që neve e kishim studiuar kundërshtarin, jo më larg nga ndeshja e kaluar, në të njëjtën mënyrë ka shënuar me Tiranën qose dhe detyrat ishin të tilla që në momentin që duhet qose të hynte në zonë ishte 1-1 dhe duhet lejoj absolutisht që të godiste me kokë. Gjithsesi tashmë kjo mbaroi, neve duhet që të mobilizojmë forcat tona, sepse kanë mbetur dhe 2 ndeshje, janë 6 pikë në luftë dhe pa diskutim që duhet të bëjmë më të mirën e mundshme për të marrë sa më shumë pikë në këto 2 ndeshje dhe për t'i arritur objektivit që kemi, edhe pse do të jetë shumë e vështirë, nuk diskutohet, por për të gjitha skuadrat do mendoj është shumë e vështirë. Faleminderit juve.